Jozi apo gjesti? Kush e ka fajin? Ai që provokoi apo ai që u provokua? Ai që qëlloi apo ai që u rrëzua? Shqipëria apo Kosova? Kush e ka fajin? Sa do dënohet? Si do dënohet? Kush do fitoj? E tjera pyetje kanë bërthyer vëmendjen e të gjithë publikut shqiptar, kështu që nuk mund të bëjmë ndryshe përveç se t'i kushtojmë këtë tregim. Her pas here mendoj që ne jemi këtu, njerëzit e medias janë këtu pikërisht për t'i thënë mjaft, lëre, kjo është pa vlerë, s'duhet merresh me një bisedë që s'ka asnjë, s'është produktive, nuk të çon asgjë kundi. Po pastaj në fund të ditës them, po mirë, ja dhe e thashun, mos u merr me këtë. Edhe do mund të them diçka që ta marrë ty vëmendjen aq sa ta ka marrë sheri famshëm Gjesti Jozi? Punë e madhe se unë nuk e dija kush ishte Jozi. Madje Jozi mendova që ishte grua në një kohë të gjatë, ai ishte burr, ishte goxha burr madje. Nga ata burrat shqiptar që e kanë gati po thëmbën. Edhe qelloi një djalë të vogël që është Gjesti, që tani përveç se gjithë të tjerave, përveç se lojtar, tani është dhe viktim. Dhe bashkohen gjitha, dhe viktima dhe lojtari, dhe praktikisht ai është fituesi Big Brother. Nuk e di, në idenë time të lojës, Gjesti sapo ka fituar lojën.